dyshin është bërë dhe kanë ngritur punëtorët me kraj, kanë ngritur me një vinç të vogël. Sot kemi jetët moderne dhe të mos vish ta bërshë. O të rish 4 vjet, duke ditur që ka 4 vjet e plasë Asenikut. Dhe nuk vjen ta shikoj njerë ore të thot njerë. Se për fushat në mbledhen e për lokale atjeja. Asaj këtu ishte edhe një diçka e rëndë, sepse edhe tërmeti kur dëmtovi, sa vinin e shkonin. Qatë zes në fakt. Ju ishin ndër personat. Po edhe vazhdoj akoma. Dhe aso kohë, arritët të merrni ndonjë dëm shpërblim. Edhe sot e kësaj kohe nuk më kanë ardhur të më një nga punonjësit e bashkisë ose institucionet të vinë të më shikojnë që bie jashtë e bie brenda. Të gjithë fshatit i vunë në torë e rregulluan, kurse tek unë jo. Kjo tregon se fshati Qavzese ai imagjinon se është bastioni i djathtas edhe nuk ndërhyjnë. Kjo është një arsye kryesore që përderisa të ndërhyjnë ti fshati. Tërmeti e dërmovi, ja dhe urën ja prishi natyra. Tani mos vinë fare të vendor. A kanë kryer investime nga ana e Bashkisë së Kolonjës përgjatë gjithë këtyre viteve, jo vetëm në Qavzese dhe në këto ura të cilat janë mjaft të rëndësishme që lidhin fshatrat. Patjetër se po të bënte këtë, të linte një gjysmë trotuari që e çovi rrugën në trotuar në Rehovë, kryetari i Bashkisë, të vinte ta bënte edhe këtë urën se 10 milion lek kishte nevojë, po të mos binte kjo, të mos arrite të bëj kaq dramatike. Kjo është një dramë këtu. Kalojnë në mjetet? Jo, në asnjë mënyrë, këtu biles kanë hedhur një grush me dhe aty për të mos kaluar makina, kështu që kjo është gjëja më e rëndë që ka ndodhur fshatit tonë, sidomos kjo urë. Ura lidh dy brigjet i bashkon njerëzit, i bashkon urë, pse i thon urë. Jeni rrezikuar tani edhe që po... Edhe tani që po shkojmë, në çastin e çast edhe mund, siç ta thash pak më parë, që edhe mund të bjerë kanë zjafare, se sapo ulet trysnia e ujit prurjet, ajere fillon e grën ato inertët që janë poshtë, zhavorret. Vendi zhavorri është. Juve thatë që edhe pak kohë më parë ka pasur edhe dëmtime në një këmbës të urës. Po, i kishte parë... U ndërhyn nga ana e autoriteteve, nga ana e Bashkisë, për ta normalizuar disi situatën, apo keni qenë ju? Para 12 vjetëve është dëmtuar një këmbë e urës, para 12 vjetëve, dhe u dëmtua aty diku afër qendrës së Baba Selimit. Komuna e asaj kohë që ishte në Mollas, erdhën bashkë me atë punën e tyre, çelën një fond e bën, dhe këta parmakët që ka rreth e rrotull e kemi ngritur neve këtu janë. Unë i kam vënë me dorën time. Për këtë radhë kemi 12 vjet vetëm bastardohet ky fshati jon. Vetëm bastardohet. Si është apeli juaj festiv?